Spari, fjala bojkot nuk ka ekzistuar fare në retorikën e Partisë Demokratike gjatë gjithë kësaj kohe. Për shumë arsye, por ka një arsye madhore që fjalën bojkot ne kemi përjashtuar edhe nga statuti, duke pasur parasysh të gjitha ato dëme që janë shkaktuar Partisë Demokratike nga bojkoti që ka bërë ndër vitet e kaluara, që kanë rezultuar vendimarrje jo të mira dhe jo të duhura. Po, bojkot ka qenë pra shkosa nuk disa mbledhje rresh që kemi mungoi Partia Demokratike. Absolutisht në asnjë mbledhje nuk ka munguar Partia Demokratike dhe kjo vlen që të spjegohet për publikun, shpeshherë abuzohet në këtë drejtim që të mungosh në mbledhjen, sidomos në mbledhjen e Komisionit të Reformës Territoriale, dhe më lejoni që me dy fjalë ta spjegoj, është një komision me antar komisioni të barabartë midis tyre, me dy bashkryetar me të drejtë vetos. Dhe që të caktohet një mbledhje e një komisioni të tillë, duhet me patjetër që të ketë një bisedë midis dy bashkryetarëve, të ketë një vendimarrje të dyve dhe një përcaktim të vendit të kohës për mbledhje. Në fakt nuk ka pasur gjatë gjithë kësaj kohe asnjë diskutim të tillë midis dy bashkryetarëve, zotit Luciano Boçi dhe mazniku i Partisë Socialiste. Iniciativa të Partisë Socialiste për të mbledhur komisionin nuk mund të quhet një mbledhje komisioni për arsye se asnjëra palë nuk e arrin dot kurumin e domosdoshëm